Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësinë e madhe të udhëzimit në Islam dhe për mirësinë e madhe të mbërritjes së hanës së re të Ramazanit. Sot alhamdulillahi rabbil alamin të gjithë ne jemi zgjuar në syfyr për të përfituar mirësitë dhe bekimet e salavateve të Allahut Azza wa Jall dhe salavateve të melekëve për ata që qohen në syfyr. Sikur se thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam se me të vërtetë Allahu dhe melekët e tij bien salavat. Pra dërgojnë mëshirë, falje, bekime për ata që ngrihen në kohën e syfyrit. Elhamdulillahi rabbil alamin që mbriti kjo hanë e bekuar, e cila na angazhon të gjithëve për të hyrë në një shkollë të madhe të përmirësimit, të besimit, përmirësimit të adhurimeve, përmirësimit të komunikimit tonë të përditshëm me njëri tjetrin. Mram kam shkruar ca reflektime gjatë kthimit nga namazi i Taravis, edhe po thosha që feneri u ndez. Edhe e bam simbolik të këtij bashkëbisedimi fenerin, sepse muaji i mallnueshëm i Ramazanit është muaji i dritës, i ndriçimit. Pra ndriçon çdo gjë përreth nesh. Ndriçojnë rrugët tona, ndriçojnë zemrat tona, ndriçojnë shtëpitë tona, ndriçon çdo gjë në këtë univers, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka përgatitur këtë stinë të begat të Ramazanit si një mundësi për të ndriçuar çdo gjë. Shikoni, edhe në këto momente që flasim, lodërtari i hanës së re lajmëron me të madhe se diçka ndryshe ka ndodhur. E ndigjoni? Lodërtari i hanës së re lajmëron përgjatë rrugëve të Shkodrës, ashtu sikur se ishte traditë e shejkujve të shkuar, e traditë që vjen nga Mekka e shenjtë, ku njerëzit në shejkujt e shkuar e ndriçonin ambientin përreth me fener të shumt, e lodërtari delte sokak më sokak për të lajmëruar se një mik i madh e një mirësi shumë e madhe, e drita po derdhet po përhapet gjithandaj në përbot. Të gjitha salavatet dhe selamet të mate për zemërta ja dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës sonë, ma të mirit edhe ma të shtrejtit të krijesave të Allahut, Hazreti pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili është shembulltyr për ne edhe në agjërimin e Ramazanit. Po lexoja se cilat janë veçoritë e agjërimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose ndryshe thuaj si ishte Ramazani i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka dy veçori në mesin e shumë prej veçorive. E para, se gjatë muajit të begat të Ramazanit, çdo ditë e lexonte Kur'anin me Hazreti Xhibrilin alayhi salam. Pra ishte angazhuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të bërë hatmen e Kur'anit, për të angazhuar me Kur'anin familjar. Dhe teksa kthehem me shënimet e të shkuarve në librat e historisë islame, gjej fjalabie Imam Abu Hanifën, ose Imam Malikun, ose Imam Ahmed ibn Hanbalin, ose Imam Shafiun, ose Sheikhul Islamin Imam Sufjan al-Thauri, e të tjerë, të cilët kanë një angazhim jashtëzakonisht të madh me Kur'anin familjar gjatë ditëve të Ramazanit. Prej nga erdhi ky përkushtim ndaj Kur'anit familjar? Erdhi nga tradita e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thoshte se ndër veprat më të mira është që njeriu të angazhohet me Kur'anin, pra me leximin e tij nga fillimi deri në fund, dhe kur të përfundojë, sërish të rikthehet nga fillimi. A nuk e kemi bërë traditë, që është traditë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që kur përfundojmë hatmen sherife, nuk ndalemi tek kul a'udhu bi rabbin nas, por rilexojmë dhe rikthehemi tek hatmenja e re, fillojmë me elhamdulillahi rabbil alamin dhe pastaj me elif lam mim, pra me fillimin e surës al-Baqara, si për të thënë, po të përgjigjemi ja Rasulullah, e mbyllëm një hatme dhe ja kunisëm një të re. Të dashtun dhe të shtrejtë, prej veçorive të agjërimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam është fillimisht angazhimi me Kur'anin. Dhe së dyti, bujaria. Nana jon Hazreti Aisha tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte ma bujari i njerëzve. Madje e krahasonin bujarinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam me ato flladet e pranverës, të cilët keni parasysh që kur të vijnë dhe të rrethojnë edhe të duket sikur je në një atmosferë xhenneti, e shijon maksimalisht atë fllad pranveror, të këndshëm, të freskët. Ashtu ishte edhe shembulli i pejgamberit alayhi salatu wasalam në bujari. Pastaj thonin, e kur vinte muaji i begat i Ramazanit,
ai ishte edhe më shumë bujar. Që do të thotë se kjo është një ftesë për gjithë secilin prej nesh, që fillimisht me ju përkushtu Kur'anit familjar me sa të kemi mundësi gjatë gjithë këtyre ditëve dhe netëve të Ramazanit Mubarak. Për fatin tonë të mirë, tashmë kemi hyrë në një periudhë që Ramazani edhe për shumë kohë, edhe për shumë vite do të jetë në një kohë që na jep mundësi për të shfrytëzuar periudhën nga pas jacis deri në kohën e syfyrit, një kohë shumë e gjatë, pra ajo koha dimërore. Por edhe gjatë ditës ka momente të shumta që njeriu mundet me gjetë disa xhepa për të u përkushtuar sa më shumë me Kur'anin familjar. Mram ishim në një udhëtim dhe teksa po ktheheshim, unë nisa të lexoj një hatme, pra nisa një lexim të Kur'anit nga fillimi, nga sura El-Fatiha dhe kështu. Dhe një prej djemve tonë që po niste makinën, i habitun më pa dhe më pyeti. I thash sa po nisa një hatme Kur'anit. Mirë po dua që kjo hatme, këtë vit të jetë hatmeja e makinës. Do të thotë, gjatë gjithë kohës që do të hyp në makinë, do të përpiqem që të bëj një hatme Kur'anit. Sa kohë na kalon në makinat tona, në lëvizjet tona, që as nuk flasim, as nuk komunikojmë, ndoshta nganjëherë dëgjojmë edhe radio apo çatjet kështu, domethënë në mënyrë të pavetëdijshme, ndërkohë që në muajin e mallnueshëm të Ramazanit e kemi mundësinë të angazhohemi që në kohën e lirë ose kohën ku nuk jemi të angazhuar me diçka tjetër brenda makinave tona, e të lexojmë Kur'an. Po sikur të kemi edhe një hatme të Kur'anit nga periudha para zgjimit për syfyrin, edhe pas sabahut, dhe këtë e bëjmë në shtëpi, edhe hatmeja e makinës, po edhe hatmeja që ne e bëjmë tradicionalisht këtu në këtë xhami ku jemi në xhaminë e Parruzës pas namazit të Iqindis, po hatmeja e pas teravis, domethënë zakonisht pas ditave jashtë Ramazanit, po thuaj se të gjithë ne në një mënyrë apo një tjetër e bëjmë një dalje. Me pi një kafe, me pi një çaj, me bë një shëtitje, me bë gjatë muajit të mallnueshëm të Ramazanit, gati distancohemi nga kjo tradit e jashtë Ramazanit. Po sikur kohën që ja kushtojmë këtyre kafeneve e nejave me miqësitë tonë, me të afërmit tanë, me t'ja kushtojmë një hatme të Kur'anit. Mundet që gjithë secili prej nesh shumë thjesht në fund të Ramazanit të ketë realizuar nga 3 deri në 5 hatme Kur'anit. Po kjo është një mirësi shumë e madhe. Është një mirësi shumë e madhe, sepse i dëshmojmë Allahut Azza wa Jall atë që pejgamberi alayhi salatu wasalam don nga gjithë secili prej nesh, ma të mirën nga vetja e jon. Dhe në gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, motra e Imam Malikut u pyet se çfarë vepronte Imam Maliku në shtëpinë e tij. Në parantezë, ai zotni që ishte dietari i madh i Medinës së ndriçuar, edhe dietari i famshëm i hadithit, edhe autori i Muattas, së njohur, kishte mezhlise dije pafund. Mezhliset e fetvas, mezhliset e fikut, mezhliset e hadithit. Mirë po kur vinte muaji i mallnueshëm i Ramazanit, Imam Maliku i mbyllte të gjitha këto dyer dhe angazhohej dhe përkushtohej vetëm për Kur'anin familjar. Dhe motra e tij u pyet se çfarë bën imami në shtëpi, ajo tha, mushafi edhe tilaveti. Pra hap mushafin, hap Kur'anin familjar edhe lexon Kur'an. Pra e angazhon veten e tij gjatë gjithë ditës me leximin e Kur'anit familjar. A nuk lexojmë për Hazreti Imam Abu Hanifën që bante hatme një herë në ditë, madje ka raste edhe 2 hatme në ditë, pastaj ka 1 hatme në 3 ditë, po ashtu për Imam Shafiun e të tjerë sikurse e përmenda edhe në fillim të kësaj ligjërate, që do të thotë se shembulli i të parëve tanë në raport me Kur'anin familjar është i jashtëzakonshëm. Dhe askush nuk mund të thotë, po ku e marrin këto kohën? Kujdes, koha është nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne nuk duhet pyesim për kohën, por duhet i lutemi Allahut Azza wa Jall që të na jap bereqet në kohën tonë. E kur të kemi bereqet në kohën tonë, do të shohim mrekulli dhe gati rezultate të pabesueshme. Po lexoja një prej librave më të shuar të Imam Ibnul Qayyim, nxënësi i Sheikh Ibn Taymiyes, i cili thoshte se prej forcës së dhikrit, pra dhe angazhimit me dhikrin e vazhdueshëm të Allahut Azza wa Jall, është se personi që angazhohet me dhikrin e vazhdueshëm të Zotit të gjithësisë dhe tek format e dhikrit apo tek detajet e dhikrit hyn edhe leximi i Kuranit familjar, thot ka shumë bante dhikr hoxha e jon, Sheikh Ibn Taymiyah, sa që aq çfarë e shkruante brenda një nate,
dhe ai shkruante shumë dhe kishte libra dhe fetva pafund, thotë nxënësit e tij ishin të paaft ta zbardhnin e ta kopionin për një javë të tanë. Allahu Ekber. Pra që do të thotë se njeriu i cili angazhohet me Allahun Azza wa Jell mos të pyes për kohën, por të kuptoj se edhe brenda një kohe shumë të shkurtër, bereqeti i Allahut Azza wa Jell mund të ndikojë dhe mund të sjellë rezultate befasuese për atë person edhe për të tjerët për rreth tij. E para, angazhimi me Kur'anin, dhe e dyta, bujaria të dashurit e mi. Domethënë, me kuptuar gjithë secili prej nesh se atë çfarë e kemi nga Allahu Azza wa Jall. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. E Allahut është çdo gjë në qiell dhe në tokë. Rrezikun e kemi nga Allahu Azza wa Jall. Askush në botë nuk mundet me e marr rrezikun e askujt, po të qohen krejt ushtrit e botës në kam për të marrë qoftë një kokër gruni, që Allah Azza wa Jall e ka caktuar për njeriu më të largët nga vendi ku ndodhemi. Ata nuk mund ta prekin atë. Atëherë, njeriu duhet të kuptojë, e besimtarin veçanti, se çdo gjë që e kemi nga Allahu Azza wa Jall. Dhe rreziku i jot do të mbërrijë ty atëherë kur Zoti e ka caktuar, jo kur ti e don. E nëse Allah Azza wa Jall ta ka begatuar rrezikun tënd, jep sa të pak. Këtu nuk është në diskutim se sa, këtu është në diskutim shpirti i bujarisë. Dhe Islami nëpërmjet teksteve të shumta na mëson që muslimani është bujar, muslimani është njeri bamirës, muslimani nuk është koprac. Madje Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin familjar i ka krahasu kopracët me vëllezërit e shejtanit. Ka thënë që kopracët janë vëllezër të shejtanit. Allahu subhanahu wa taala në nxit në shumë vende në Kur'anin familjar për të dhënë. A nuk është një prej shtyllave kryesore të fesë tonë islame zakati? Dhe çfarë është zakati? Është bujaria e shpirtit, sepse ka shumë njerëz sot të cilët e kanë mundësinë për të dhënë dhe nuk japin. Pse? Sepse e kanë shejtanin në zemër. Ndërsa besimtari mezi shpret me ardh koha për me nda zakatin. Subhanallah. Gjatë këtyre ditëve e në prag të këtij Ramazani kam marrë telefonata dhe mesazhe pafund nga shumë vëllezër dhe motra të nderuar anë man botës. Qoftë në Shkodër, qoftë në vende të ndryshme të trojeve shqiptare, por edhe jashtë vendit. Kanë një emërues të përbashkët në pyetjet e tyre. Derti që ata kanë për të nda zakatin. Subhanallah. Derti që kanë që zakati me mërrit në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit në duart e atyre që janë nevojtar për këtë zakat. Prandaj sa më tepër që shfaqet bujaria në mesin ton, aq më tepër ne mbyllim lëngatat e shumta që ka realiteti i on. Sa më tepër që i nxisim njerëzit për të dhënë për hir të Allahut Azza wa Jall, aq më tepër e mira përhapet në mesin ton dhe skamja dhe ngushtimi i rrezikut largohet nga mesi i on. A nuk e keni mësuar se pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon dhe thot se ai i cili i jep iftar një agjëruesi do të ketë shpërblimin e tij pa ju paksuar shpërblimi i tij. Do të thot, unë jap një kokër hurmë vëllaut tim filanit në prag të iftarit dhe ai bën iftar me atë kokër hurme. Unë marr shpërblimin e agjërimit të tij pa ju paksu atij në vetvete shpërblimi që Allah Azza wa Jall ka rezervuar për atë. Allahu Ekber. Çfarë fejet është kjo? Që na mëson që të jemi të vëmendshëm edhe të jemi në një nivel bujarie dhe shpirtmallësie deri në këtë grad. Pra në nxit me fitu sevapin e agjërimit të tjetrit duke ba mirë. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, është momenti dhe koha që të jepim me zemër dhe me shpirt drejt kësaj tradite të madhe dhe të fortë të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, me që jemi në ditët e para të Ramazanit me lutjen dhe shpresën që këto shprehi e këto traditat të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam të kthehen në një natyrë të zakonshme për gjithë secilin prej nesh. Prandaj le të angazhohemi maksimalisht në këto ditë dhe net të Ramazanit me Kur'anin familjar, fjalën e Zotit ton, për ta lexuar atë, për ta kuptuar atë dhe për tu pa qoftë edhe një ajet i vetëm çdo ditë nga ditët e jetës son në sjelljen tonë, në komunikimin tonë me të tjerët, sepse sikurse kanë thënë më të urtët prej mësuesve tan, është shumë e rëndësishme që të shihet qoftë edhe një ajet i vetëm në sjelljen tënde, më shumë se sa të shihet krejt Kur'ani në duart tuaja, por pa vepra. E t'i qasemi bujaris, e t'i lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala me na ba prej bujarëve,
e më na bë prej bamirësve, e më na bë prej atyre që japin, sepse kush jep, Allahu subhanahu wa taala ja shumë fishon. E ai që jep është për herë razi me veten, e mi të gjitha razi me Allahun azza wa jall. Ju dëshiroj agjërim të mbar, dhe ju dëshiroj ditë të mbushura me bekime dhe befasi nga Zoti i gjithësisë, befasime të cilat ju gëzon zemrën dhe shpirtin dhe ju marr përdore drejt hapësirave të pamatuna e të pallogaritura të mëshirës dhe bekimeve të tij. Qofshi mirë me Zotin tuaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.